Përshëndetje miq, sot ju kam sjell byrek me gjizë. Recetën do të tregoj hap pas hapi me detaje. Na duhen 500 gram miell, 1 lug kafe krip, 2 lug vaj ulliri dhe 250 ml ujë të vakët, jo të nxehtë. Brumin do e punojmë shumë mirë dhe do e lëm 15 minuta të pushojë. Pas 15 minutash, brumin do e ndaj në 12 kuleç të vegjël. Të gjithë kuleçet do t'i hapim petë, as shumë të madhe dhe as shumë të vogël. Petët do t'i lyej me vaj duke vendosur njëra mbi tjetrën. Më pas do të hap një petë të madhe. Për mbushje na duhen 2 vezë, 500 gram gjizë, 200 gram kos dhe 1 lug kafe krip nëse gjiza nuk ka shumë krip dhe 2 lug vaj ulliri. Do t'i përziejmë shumë mirë. Vendosim petën e sipërme, mbledhim anët dhe e lyejmë me vaj ose me vaj ulliri ose me vaj luledilli sipas dëshirës ose sipas mundësive. E pikim në furrë në 200 gradë për 35 minuta. Byreku ka dalë special. Kalofshi bukur, ju uroj një ditë të mbarë. Gjithë të mira, ciao.